A lejohen diabetikët të hanë rrushë dhe fiq? Jasti qëndron e vërteta. Rrushi dhe fiqt dita ditës do t'i gjejmë më lehtë dhe me bollëk, qofshin në qytete ose në fshatra. Ushqimet e pasur me përbërës të rëndësishëm për organizmin nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Por, a duhet t'i provojnë diabetikët konsumin e tyre? Rekomandohet që diabetikët nuk lejohen të hanë fruta ose nga kategoria baze frutave të hanë vetëm mollë të tharta, të cilat janë vërtet të mira. Përkundrazi, diabetikëve u rekomandohen të konsumojnë fruta dhe perime të cilat përveç karbohidrateve përmbajnë fibër bimore, të cilat ndihmojnë në rregullimin e sheqerit. Çelësi i konsumit të tyre është sasia e kombinuar me ushqime të tjera. Ekspertët këshillojnë që edhe diabetikët mund të konsumojnë fiq të freskët brenda dozës së ulët, gjithashtu edhe rrush, por kjo nuk do të thotë ta teproni me përdorimin e tyre, pasi siç e dini, teprimi me çdo ushqim ka efekte negative.